Më thanë mund të vdesësh, Sasa nën emocion e flet për operacionin e rënd që i zgjati 14 orë. Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Sasa Hoda, ka ndarë një nga periudhat më të vështira të jetës së saj gjatë një bisede emocionale me getoarin brenda shtëpisë. Ajo ka folur për operacionin e rënd që kishte kaluar disa vite më parë. Një moment që për të kishte qenë pothuajse fatal. Sasa tregoi se mjekët nuk e merrnin përsipër ndërhyrjen, duke i bërë të qartë se shanset për mbijetesë ishin jashtëzakonisht të ulëta. Kisha 98% mundësi për me vdek, u shpreh ajo, ndërsa kujtoi se ky operacion i zgjati 14 orë. Ajo zbuloi se kishte përfunduar në repartin e kujdesit intensiv, e lidhur me aparatura dhe e monitoruar vazhdimisht. Megjithatë, edhe përballë rrezikut ekstrem, banorja tha se kishte zgjedhur ta provonte operacionin, pavarësisht frikës së thellë. Doja ta provoja, doja të vdisja duke provuar, jo duke pritur, rrëfeu ajo. Hoda vuante nga hemangioma, sëmundje që kishte të bënte me moskontrollimin e gjakut në vena. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.